Sot është data 18 gusht dhe djali im sot bën fiks 2 muaj që ka lindur. Unë kam vendosur që t'ja bëj vaksinën në kohë djalit tim dhe jo ta shty, siç bëjnë disa nëna, është zgjedhje personale, por unë kam vendosur që t'ja bëj në kohë. Dhe sot vajta dhe bëra vizitën djalit dhe ishte shumë mirë dhe nesër do i bëj vaksinën në datën 19, domethënë djalim do bëj vaksinën. Jam pak e trembur, është hera e parë që djalim për një vaksinë që mund t'i japi temperaturë, por do përpiqem ta marr me pozitivitet, me sportivitet dhe besoj që çdo gjë do kaloj shumë mirë edhe do ta kalojmë shumë lehtë. Gjithsesi do t'ju updatoj në vazhdim. Edhe pak edhe do shkojmë të bëjmë vaksinën. Bëri çuni vaksinën, tani jemi në shtëpi, po dritojmë. Çka ka zemra ime? Ja s'do të marr mami opa. Qa doja të sqaroj është që zgjodha vaksinën e Blair, jo atë të shtetit. Zgjodha vaksinën e Blair për 3 arsye. E para, sepse nuk jep shumë temperaturë. E dyta, sepse vaksina e Blair nuk ka një përbërës që i shkakton fëmijës grindje. Dhe e treta, sepse bën 2 gjilpera dhe jo 3. Kur vajta atje dhe i bëra vaksinën të çunit, tani i bëra vaksinën që bleva. Bante një vaksinë nga shteti dhe tjetër merrte një ilaç nga goja që ishte për barkun dhe kolikat. Tani e vetmja gjë që uroj është që mos të bëj temperaturë dhe mos të grindet shumë dhe do t'ju updatoj më vonë. Unë çunit për pjesën e vaksinës së këmbës i kam marrë këtë gel stickun, po ja u lidhe me foto këtu që nëse doni t'i bëni screenshot edhe ta merrni. Është shumë i mirë për të qetësuar lindjen e këmbës tek fëmijët. E kisha parë në rrjetet sociale që marrin të gjithë, e mora dhe unë dhe infermierja më tha që është shumë i mirë dhe ke bërë shumë mirë që ja ke marrë. Dorsa nëse do ke temperaturë, mora këtë shurupin takipirin. Po më thanë që mund të zgjedhësh çfarë të duash si shurup, mjafton të kesh diçka për t'i ulur temperaturën dhe unë vendosa që të marr takipirinën. Takipirina ka një shiring brenda që e bën më të lehtë dhënien e shurupit bebit. Kjo është gjendja e një mami me vetëm 2 orë gjumë, 7 me 9 të mëngjesit. Sepse kisha merakun se mos djali tim i jepte temperatura aty për aty. Dhe çfarë ndodhi? Pasi bën vaksinën, filmova pjesën e videos që doja ta ndaja me juve dhe më pas, diku tek gjysmore më vonë, djali i tipi temperatura 37.4, 7 dhe 38.1. Në momentin që kaloi temperatura 38, unë duhet t'i jepja me se s'bën shurupin dhe i dash një dozë shurup. Filloi t'i zbriste pak temperatura, po ishte shumë e luhatshme. Njerë shkonte 37.4, 37.5, 37.7, 37.3, lëviste tek 37. Dhe kam qenë gjatë gjithë kohës duke i matur temperaturën dhe pas dite, diku nga ora 7-8, djalit i shkoi temperatura 38.2. I dash prap një dozë takipirin dhe filloi t'i zbriste sërish temperatura, po ishte me këtë luhatjen. Dhe unë duke parë që 2 herë ju ri temperatura kështu pa kuptuar fare, kisha merak që të flija qetësisht natën ose dhe thjesht që të mbyllja syt dhe thash, okay, unë nuk të fle natën, nuk ka asgjë që të ri një natë pa gjumë, zëre se isha në një party, kurse disa herë kur kam qenë adoleshente, kam qenë për party dhe nuk kam fitur gjumë gjithë natën, kam detur deri në orën 7 zgjuar. Dhe okay, thash do ri dhe do ruaj djalin dhe do t'i kontrolloj temperaturën. Çdo herë të mundshme do ta shikoj nëse nxehet më tepër se ç'duhet dhe po këtë që bëra. Dhe nuk fjeta fare. Kam parë djalin, po shqyqyr zotit, çdo gjë shkoi për bukuri, temperatura nuk u rit. Dhe po, tani jemi mirë, mbaroi pjesa vaksinës, jemi të qetë dhe e kaluam me sukses. Kjo ishte dhe eksperienca ime me vaksinën e 2 mujorit. Po juve ja keni bërë fëmijëve vaksinën e 2 mujorit, si ju ka shkuar, më tregoni në komente dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe. Shihemi në një video tjetër. Bye!